Shtetet e Bashkuara kanë bërë të ditur se do të heqin sanksionet ndaj Sirisë, si hap drejt rivendosjes së marrëdhënieve diplomatike pas ndryshimeve politike në Damask. Presidenti Donald Trump njoftoi vendimin gjatë një forumi ekonomik në Arabinë Saudite, ku u shpreh se është koha për të dhënë një shans paqes dhe rindërtimit në Siri. Regjimi i vjetër ka rënë dhe tani Siria ka një qeveri të re. Është koha të ndihmojmë popullin sirian të ecë përpara, tha Trump, pas takimeve me princin e kurorës Mohammed bin Salman dhe një komunikimi virtual me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Udhëheqësi i ri i Sirisë Ahmed al-Shara ka pritur me entuziazëm këtë hap të Shteteve të Bashkuara, ndërsa ministri i jashtëm sirian e cilsoi vendimin si një fillim të ri për vendin. Po ashtu, edhe i dërguari i OKB për Sirin, Geir Pedersen, e përshëndeti masën si etike për stabilitetin dhe zhvillimin e shërbimeve themelore. Kjo është hera e parë që një president amerikan takohet me një lider sirian që nga viti 2000. Trump u takua shkurtimisht me Ahmed al-Shara në Riyadh, takim që sipas Shtëpisë së Bardhë ishte thjesht formal. Rënia e Asadit në dhjetor të vitit të kaluar pas më shumë se 13 vitesh lufte solli një riorganizim të brendshëm në Siri, ndërsa vendet arabe, veçanërisht Arabia Saudite, kanë qenë promotor të largimit të sanksioneve për të lehtësuar procesin e rimëkëmbjes. Në qytete si Homs, videot në rrjetet sociale treguan qytetar të mbledhur në sheshin kryesor, duke festuar njoftimin dhe mbajtur flamuj të Sirisë dhe Arabisë Saudite. Gjatë qëndrimit në Riyadh, presidenti amerikan dhe princi Salman nënshkruan gjithashtu një marrëveshje bashkëpunimi në fusha strategjike me një vlerë prej $600 miliardë. Një tjetër marrëveshje për shitjen e armëve, me vlerë rreth $142 miliardë, u prezantua si paketa më e madhe në historinë e mbrojtjes nga Shtetet e Bashkuara.